protesta dhe partitë politike. Jam me Grigels Mushollarin, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, kandidat për deputet i kësaj partie. Praktikisht ditët e para Partia Demokratike nuk ju ofrua protestës, më pas kam parë shumë prej tyre pjesëmarrës në protestë, por gjithmonë në kuadrin individual, pra si qytetar dhe jo me statusin partiak. Në fakt që ditët e para, unë personalisht, po dhe shumë prej ne që u takuan në protestë kemi qenë prezent, patjetër që pati një qendrim të kryetarit të Partisë Demokratike, i cili mbështeste protestën dhe respektonte të drejtën e çdo qytetari për të protestuar, dhe menjëherë në ditët të vazhdim u qartësua që ka një mbështetje të plot nga Partia Demokratike në reagimin qytetar ndaj qeverisë dhe ndaj kryeministit Rama. Kështu që Partia Demokratike është krejt e qartë në këtë qendrimi. Nuk do protagonizëm politik, mbështet protestën dhe të drejtën e qytetarëve, dhe siç e kemi vënë edhe në ditët e vazhdim, kryetari e ka shprehur qartë për një mbështetje të plotë dhe një thirrje për çdo antar të Partisë Demokratike. Ka pasur një problem, ka shumë veta, sidomos komentatorë që pretendojnë që kjo protestë ka zhvlerësuar jo vetëm imazhin e Ramës të fuqishëm, por dhe të opozitës. Opozita ka protestuar muaj të tërë në këtë bulevard, duke pasur 10, 15, 50, 100 pjesëmarrës, dhe në një organizim dhe më të madh, po jo masivitetin qytetar të këtushëm. Çfarë ka ndodhur? Pse Partia Demokratike nuk arriti ta kanalizojë këtë pakënaqësi popullore si partia më e madhe e opozitës? Atëherë në opinionin tim të mos harrojmë që Partia Demokratike ka 13 vjet që proteston, që do të thotë që në 13 vjet çdo antar i Partisë Demokratike, çdo demokrat, të cilët e ka reflektuar dhe në një vot, nuk kanë pranuar të konformohen ku një pjesë e shoqërisë të shtynte drejt konformimit duke e parë të pamundur rrezimin e instrumentave. Dhe si pasojë edhe si rezultat i protestave dhe i 13 vjet të Partisë Demokratike, sepse nëse protesta si mjet, si instrument i një demokracie funksionale do të pushonte se ekzistuarin, mbase sot nuk do të kishim këtë reagim qytetar. Dhe ajo që ka ndodhur është që Partia Demokratike apo demokratët në vetvete janë përballur të themi edhe me këtë frymën apo dorëzimin e shoqërisë civile apo njerëzit të cilët e shikonin si nuk janë dorëzuar qytetarët. Dhe ja dolën. Po nuk ka ardhur, ka 13 vjet denoncime, ka 13 vjet ekspozime po nga forcat opozitare, të cilat sot e kanë bërë qytetarit atë pikë ose të themi mbushjen e kupës të zullullave të kësaj qeverie, të cilët sot ata reagojnë. Ama duhet kemi parasysh një gjë, që në shesh sot për herë të parë, që kur mbaj mendun, është klasa e mesme dhe qytetare. Nuk janë më njerëzit që vuajnë shumë padrejtësi, natyrisht dhe klasa e mesme vuan, po quaj njerëzit e varfër, nuk janë militantët politik, është klasa e mesme. Shumë prej tyre mund mos kenë votuar fare, sepse janë dhe breziri. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Pse? Pra ky është suksesi i kësaj proteste. Se atë entuziazmin e shtresës mesme për të themi për të jetuar në Shqipëri, për ta parë Shqipërinë si një vend ku ata zhvillohen, ku ata kanë mundësi të rrisin fëmijët e tyre, e cila kishte humbur, sot ato po e rifitojnë nëpërmjet kësaj proteste. Ata sot në mënyrë të themi i kanë thyer gjitha barierët e tyre psikologjike që kjo qeveri dhe ky njeri i gjithë pushtetshëm është i pamundshëm. Dhe kjo është e mira që po i ofron shoqëria. Po, vetëm se ka diçka. Mundja e kryeministit Edi Rama ose Partisë Socialiste duhet vi me mjetet politike. Kjo është protestë mirë fill politike, por që nuk ka mekanizma politik për t'u kanalizuar në këtë. Mekanizmat politik do t'i mbeten Partisë Demokratike dhe partive tjera që do hyjnë në zgjedhje. Nëse kjo protestë nuk prodhon një numër partish tjera. Po themi do t'i takoj partitë të sistemit politik në Shqipëri. Pyetja ime është, a e kanalizon dot këtë pakënaqësi të qytetarëve Partia Demokratike sepse barrulla e tyre është Rama-Burg dhe Berisha-Burg? Shiko, ato janë thirrje dhe thirrjet janë të ndryshme dhe kjo protestë këtë pati si veçori të saj, që ka mbledhur grupe të ndryshme të cilët kanë mendime të ndryshme, përqasje të ndryshme, po dhe besime të ndryshme. Tani, çfarë ka ndodhur në këtë protestë? Është e para protestë Blendi, i cili ka mbledh të gjitha forcat opozitare bashkë. Të gjithë antarët e forcave opozitare sot janë bashkë. Jo vetëm forcave, dhe opozitar, dhe individ opozitar. Dhe individ, që do të thotë që ajo që kanë kuptuar njerëzit tu dhe që duhet kuptojnë dhe duhet kenë pjekuri politike të gjitha forcat të themi opozitare është që një opozitë e bashkuar është shumë më fort dhe i ka të gjitha mundësitë. A ka mundësi që kjo opozitë bashkohet, sepse kam parasysh që edhe kur u diskutuar për zgjedhjet parakohshme në Tiranë, partitë opozitare nuk ishin të gatshme të bëheshin gjitha bashkë edhe për arsye të spektrit ideologjik nga e majta në të djathtë. E kuptoj këtë, por mesazhi që po japin qytetarët është ky, që ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe ta bëjmë e para një herë kemi arritur të bëjmë
protestën si një instrument reagimi. Dhe sot njerëzit besojnë më shumë në instrumentin e reagimit, i cili është protesta. E dyta ajo që kemi kuptuar është që me instrumentet që kanë Dorama apo qeveria për të kontrolluar zgjedhjet, për të deformuar vullnetin zgjedhor, ka nevojë që të bashkohen të gjitha forcat opozitare bashkë. Dhe mesazhi që protestuesit sot ju kanë dhënë të gjitha forcat opozitare është që duhet të jenë në një front të bashkuar opozitare. Ama pyetja ime kryesore është, a mundet Partia Demokratike të dalë dhe të kanalizojë pse nuk po proteston këto ditë? Partia Demokratike që respekton të drejtën e qytetarëve, që do të thotë çdo lëvizje në këtë moment e Partisë Demokratike do të ishte e papjekur dhe do të vinte në rrezik të themi këtë protestë qytetare. Kështu që për sa kohë Partia Demokratike ka një qendrim zyrtar, kryetari i partisë ka një qendrim zyrtar, ju ka bërë thirrje çdo demokrati të bashkohet në protestë dhe domosdoshmërinë për të qenë gjithë aty, ka një qendrim shumë të qartë për të protestë. Po ta bëj pyetje tjera, kush janë defektet e Partisë Demokratike sipas teje, që nuk ka arritur të kanalizojë këtë protestë qytetare? Berisha ka folur për pakënaqësi, për qytetarë që do ngriheshin, por nuk arriti të ngrejë Partia Demokratike. Kush kanë qenë defektet e PD-s që nuk ka funksionuar? Do të thoya që defektet janë shumëta. Por këto lidhen edhe me periudhën që kaloi PD-a. Asnjë forcë opozitare nuk ka kaluar një 4-5 vjeçar me peripeci nga më të ndryshme. Që do të thotë që për sa kohë ti je në mes të problemeve, në mes konflikteve, ke kryetarin në arrest shtëpie, ti lufton për mbijetesë. Kur ti lufton për mbijetesë, nuk shikon se si ti mund të hapesh ndaj shoqërisë dhe jo vetëm kaq, por ama të krijosh dhe një front më të gjerë opozitar. Ama ofertat për front më të gjerë opozitar kanë filluar. Ama jemi në një moment shumë delikat. Një pjesë e madhe e protestuesve flasin kundër elitave, po them përgjithsisht, jo kundër sistemit të HBL-s, se s'ka sistem tjetër, një sistem ka, po kundër elitave politike. Ndërkohë, Partia Demokratike duhet ketë zgjedhjet e reja, pra një riformatim. Njëri për organizatorëve të protestës po thoshte që kjo protestë nuk do vlej për të krijuar parti të reja politike, por për t'i bërë presion që të riformatohen partitë tradicionale klasike në Shqipëri. Apo riformatohet Partia Demokratike me frymën e opozitës? Unë mendoj që këto janë instrumenta kur që shoqëria i flet jo vetëm politikës, por i flet të gjithë faktorëve dhe aktorëve që përbën opinionin publik. Dhe patjetër që kjo lloj proteste i ka folur edhe Partisë Demokratike. Në ç'kuptim? Në kuptimin që dhe Partia Demokratike ka nevojë të rishohë marrëdhënien me vetveten, pse jo dhe marrëdhënien me publikun. Të dyja partitë politike kryesore, ndoshta edhe partitë tjera, e kishin humbur më raportin me publikun poshtë. Mënyra si flisnin, parrullat me cilat flisnin, dukej që politika sipër nuk kishte mas një lidhje me shoqërinë poshtë. Stili të folurit, gjuha e të folurit, dukej sikur publiku nuk ekzistonte. Flisnin për njëra tjetrën, po jo për publikun poshtë. A mund të transformohet kjo gjë? Unë nuk do ta mendoja kështu fikse që the, sepse unë kam marrë pjesë në zgjedhjet, po patjetër në zgjedhjet e kaluara përpara një viti dhe e kam prekur dhe një nga ndjesitë që më dha protestat në ditën e tretë, mos gaboj të kësaj, është pikërisht ai momenti që po ndjeja që njerëzit po besojnë. Një nga problemet që kemi pas dhe Blend, ka qenë shumë e vështirë të përballesh dhe të hysh në një lojë ku të gjitha instrumentat dhe padrejtësitë ti je i koshient që do t'i bëjnë. Dhe me integritet të madh, sot demokratët janë përballur në 13 vjet. Kështu që sot e gjithë shoqëria po flet me gjuhën e opozitës. Sot e gjithë shoqëria po përmend aferat korruptive të qeverisë. Tani do të bëj pyetjen më të vështirë dhe do ta kem dhe si titull të këtij postimi. Kur përtasin Rama Mburg, Berisha Mburg, ti e vërtet parrullën? Jo, absolutisht jo, sepse nuk e besoj. Nuk e beson? Ja, nuk e besoj. Faleminderit, Gri.